Edhe këto jetojnë... Të mëru... Falem, a jenë edhe me emna? Po, patjetër. Po më njep mdokët. Këto i kemi shtëpitë e kofshëve, edhe se cila shtëpi ka një ngjyrë, për shembull ne nisëm për shtëpisë të parë që është me ngjyrën e kaltërt edhe që tu jetojnë dhijat e fermës. Është interesante se këto fëmijë kur kalojnë shumë kohë tek ferma, natyrisht të ardh edhe her pas here shumë shpesh ja lën secilës kofsh nga një emën. Edhe ai emën ju mbetet kofshë. Për shembull të dhijat ja kanë lënë emrin si dy lojtarë të futbollit, Ronaldo edhe Messi. Ronaldo Messi? Që kjo është Ronaldo. Ronaldo. Edhe janë a mujna me jep edhe këtina kështu? Që me qi dorën qështu edhe morin krejt ushqimin. Këta matomel. Që kjo është Messi, tash nuk do të pa ushqy edhe këto se më na morin noti. Edhe fëmijët tash që vinë, ai është dhi pa emën, po dojna me vet ata çfarë emri m'ja lën. A t'ja lën edhe? Po më në pak fëmijë. Më në m'ja lën edhe ti, pa problem. Reload. Se emisioni ma i shikum se gotë, a vëden? Kështu që i kena edhe edhat, janë edhat edhe kingjat, veçlit e dhijave edhe deleve që janë të shtëpia dytë. Do me thonë Ronaldo edhe Messi kanë bo Messi Junior edhe Ronaldo Junior. Urime. Qëtë periudhë tash të kena që dhijat edhe edhat bashkohen me nonat e tyne, edhat dolin këtej edhe kingjat dolin të delet edhe kanë periudhën e ushqyrjes që ushqien me qështë. Shkojnë atë e delet. Ta bëj edhe një pyetje shumë të shkurtër në ty. A ka në vështirë mi mësu gjitha këto regla për secilën kafsh, lloj kafshëve? Me ditë që sysh ushqehen, çysh. Ton drejtën çdo ditë edhe unë mësoj për kafshët, çdo ditë më shumë. Edhe një gjë që është interesant kuptohet ditë pas dite eksperienca është që të bën me mësu mas shumti për kafshët. Edhe çdo ditë si unë si pjesa tjetër e ekipit mirëmbajtjes së kafshëve kemi trajnime për këtë punë, mësojmë edhe lexojmë për çka do të çaj përket botës, fermës, natyrës edhe të kafshëve. Ai ka ndodhur më herë ndaj dele ose çfarë do të koftë, mu larguem ju me një kënaj rast komik. Qëse situata ndodhin çdo ditë ndodhin. Avden bele, kur ti jo në tash me i morë edhat, shpesh herë rëzona, deri sa të ka opinionin edhe për me qitë e nona vetë, kështu që janë situata që na ndodhin çdo ditë, po e ka edhe ka të mirën e vetë edhe disponimin e vetë. Këto i kena të shtëpia të tretë, shtëpia me ngjyrën e verdhë, kuptohet shtëpitë me ngjyra i kena lënë krejtësisht për shkak të konceptit që firma ju dedikohet fëmijëve. Edhe për mi ardhë interesant edhe fëmijëve. Pse fëmijëve? Çka është arsyeja? Fëmijët mas shumë ti ka nevojë për këtë koncept në ditët e sotme. Të marr parasysh se çdo ditë më shumë veç fëmijët po kalojnë kohë pranë ekranëve, pranë telefonave, edhe ajo që pjo mungon ditët e sotme është natyra edhe kafshët. Kështu që si firmë prej themelimit ne kemi konceptin që krejtësisht jo dedikohet fëmijëve edhe familjeve. Kuptohet pa i lënë nonash edhe prindërit, sepse prindërit vinë me fëmijët e tyre edhe kanë mundësi me u shërby edhe pak te restoranti jonë që kemi ushqime tradicionale edhe kanë mundësi me pina i kafe ose me shiu.